Keni vendosur ndërkohë tavën e baltit me djathrat dhe me perimet dhe vazhdojmë punën me fermentimin e dardhave. Këtu kam. Ne zgjodhëm dardhat, po mund jetë për çdo frut tjetër. Flasim për dardhën. Po. Në ujë me sodë. Nuk është plaj soda, no? Dhe kur themi për fermentim, i bie që kjo do të qëndroj për disa ditë, përpara se ta konsumojmë. Shikoni sodën, marr dhe e heq tashmë. Është një nga mënyra që na kanë thënë për t'i pastruar fruta perimet në ujë me sodë, për largimin e papastërtive, deri diku edhe pesticideve, por jo me siguri të plot nuk e dim nëse i largon ajo, po ashtu dhe usulla. Kanellën. Shkopin këtë radhë. Patjetër. Gozhën e karafilit dhe piperi kuq. Edhe piperi kuq. Krip. Në masën e ujit. Do të shtoj mjalt. Jo sheqer. Nuk ka nevojë se çfarë mjalti të jetë. E përzijej mirë. Faktikisht, mete dhe pak krip, sepse kripa ishte e pakët kripa. Po, kishte vetëm një. Ma e pa të kripës, ato të kripës ma jep direkt. Sepse kam një filxhan çaj mjalt. Edhe kripa më duhet mjalt edhe krip bashkë me ujin. Tani do t'i mbulojmë dardhat deri sa të mbushet kavanozi. Do prap ujë? Edhe pak ujë. Okej. Se ka mbetur edhe pak krip. Pra, do t'a lëm 2 javë, normalisht atje ku nuk bie drita. Se shu shpjegova në visave ngrota, po i ftotë ujë? S'ka problem, nuk ka problem. Më vendos edhe ato lullet e bukura se s'ka, e kam kapur me lullet sot. Do marrim lullet prap? Patjetër. Kumakun? Merë disa. E marrim gjithë vazën, se edhe pak ditë mund të rojmë tonë tryezën tonë. Atër, një sekond në kja, një sekond. Një na duhet, jo, këto koputen kollaj gonxhet, na duhen petalet. Në pjesën tjetër. Dhe sigurisht do ta vendosim kapakun për ta lënë në 2 javëshin e fermentimit. E lëmë në errësirë? Do të qëndrojmë në errësirë në dollap, ku nuk ka kapje normalisht to mund t'i lësh të mbyllura edhe për një kohë më të gjatë. Po, minimalja është 2 javë. Dhe ka një shije që të jetë mes të kripurës dhe të ëmblës. Që shoqërohet me djathë, dhe djathi më i dur është djathi i dhis. Tani të keni dhe mozzarellën, me këto, me pak mjalt, shumë e mirë. Pasi të gjitha i shkojnë dhe i vinë biles qjes. Shkojnë me shumë gatime. Darda kombinohet shumë mirë me djathë, ndryshe nga frutat e tjera, ndërkohë, do sjellim edhe recetën tjetër, bashkë lexojmë pak fermentimin e dardhës, siç e sollëm në këtë rast. Recetën e shkruar, do t'a gjeni pastaj edhe në kanalin tonë në YouTube, dardhat të fermentuara. Ju duhen për këtë recet dardhat të forta, i lani pastroni me ujë me sodë, pastaj përsëri ju duhet 1 litër ujë, 1 lugë supë krip, 1 filxhan çaj mjalt, 2 shkopin kanell, 10 gozhd karafil, 10 kokra piper i kuq dhe erza sipas dëshirës. I vendosni në një kavanoz, ju do të bëni patjetër një kavanoz 2 litrosh dhe shijoni dhe i testoni në 2 javëshin e parë
si do t'jetë shija e tyre, a ja vlen, bën një përsëri erën tjetër, do mos kur jetë edhe sezoni i dardhave në Pra gjatë gjithë kësaj kohë do kemi gjëra të tilla, gjatë gjithë kësaj kohe. Meqenëse sot i kemi gjitha llojet e frutave, se na vijnë nga vendet ku është secila prej